Sinqerisht jam shumë të kënaqur për vetë faktin sepse siç po shikoni edhe vetë, edhe nga pritja edhe nga serioziteti që ka kushtuar kësaj ndeshje, besoj si ja vlen që vllazërit marrin pjesë dhe vllazërit përfaqësojnë vetëm jo vetëm Shkodrën, por gjithë Shqipërinë. Dhe jam i kënaqur për vetë faktin sepse në bashkëpuninë që kemi sot me komunën e Bashkinë e Viragjës, mendoj se do të kemi një bashkëpunim shumë të madh si nga ana sportive dhe ana kulturore të qyteteve. Është nësi e veçantë sepse këto kanë marrë pjesë gjithë ekipet më të mira të Europës, u Partizani Beogradi që është në 1951, kur ekipet mëdha si Milani, Juve, Inter, Sparta Prag dhe shumë ekipe të tjera kanë fituar këtë aktivitet. Nësi e madhe është sepse sot një nga emrat më të mëdha të futbollit botror, Marcelo Lippi do të jetë prezant për dhënë kupën, pra kjo do të një rëndësi shumë madhe që i kanë dhënë këtij aktivitet ndër vite ku fati i jonë është i marrin pjesë në këtë aktivitet. Ne do të tentojmë bëj surprizën, me thënë drejtë, sepse Genova është një nga akademitë më të mira në Itali, po ashtu dhe lojtarët janë jashtëzakonisht lojtarë të mirë, janë 5 lojtarë të ekipit kombëtar të Italisë, të U18. Shpresoj të japë një paraqitje të mirë, sidomos lojtarët e ekipit kombëtar, lojtarët që kanë në vëzhgim, janë siç kemi thënë radhën tjetër, janë 4-5 lojtarë që janë në vëzhgim nga gjithë specialistët këtu dhe sot kishte një jashtëzakonisht një interesim shumë madh, sidomos për dy vëllezër Duldete që besoj se do të paraqiten mirë pavarësisht moshës tyre të më të vogël 2 vjet, shpresoj të paraqiten mirë. Ju po shikoni vetë, me interesimin që kanë pas gjithë skautët për këtë ndeshje, jam i bindur se do japin më të mirën për veten e tyre, për familjet e tyre, për klubin, për gjithë, sepse këto lloj evente, këto lloj ndeshje janë shumë të rralla, me thënë drejtë në jetë dhe shpresoj të marrë më të mirë.